Këtë pyetje ta bëj me pak cëk në zemër, se po na hyni në territor që shisni gjëra të bukura për shtëpinë, po keni një podcast tani. Po, tani risia më e re e Qendrës Pajtoni, ka filluar bën gati 2 muaj që ne kemi filluar me një risi shumë të re. Duhet qenë që ne ju ofrojmë çdo gjë çfarë ju duhet shqiptarëve për shtëpinë. Kemi hapur një podcast i gjithë i dedikuar shtëpisë. Homecast nga Pajtoni është një podcast që prek idenë e rahatisë, idenë e stilit, flasim për trende, nuk flasim për asgjë tjetër për jetën e dikujt apo dikujt tjetër, por pretendojmë të flasim për shtëpinë, si e shikojmë shtëpinë, të ftuar arkitekt, inxhinier, psikolog. Ato pyesja në fakt, kush janë të ftuarit, pra arkitektë, psikolog, po inxhinier, flasim gjithmonë vetëm për për gjërat esenciale të shtëpisë, interiorin e brendshëm, interiorin e jashtëm, si duhet të jetë. Episodi i veçantë që un kam prekur tematikën brenda në Homecast është se si ndikon ngjyrat ose si ndikon ambienti ku ne ngjyrat në psikologjinë tonë. Kështu që kam prekur këtë temë, kam prekur pjesën e interierit, cilat janë gabimet që ne bëjmë kur arredojmë një shtëpi. Edhe të ftuar një arkitekte, interior designer që flet shumë gjatë për këtë pjesë. Kemi të ftuar pastaj po interier që merren vetëm me dekore, që kemi folur rreth dekoreve të fundvitit. Por një episod shumë të veçantë ju pret me datë 31 dhjetor, duke qenë që ne transmetohemi 2 të mërkura në muaj, në orën 19, edhe e mërkura e 31 dhjetorit, në orën 19, gjithë shqiptarët mund të ulen dhe të na shikojnë sepse kemi një episod të veçantë dhe një të ftuar të veçantë. Okej, që ti prapë nuk e zbulon. Po mund ta them, mund ta them, duke qenë që për gati një vit dhe për vitin që vjen imazhi që ndërson tek Ktare është Adrola Dushi, do jetë ftuar Adrola që do flasim do flasim jo për kontekstet e jetës, por do flasim për shtëpinë prap. Pra do lidhim si imazhi që Qendrës Pajtoni, por edhe duke si pëlqen e bukura, kështu që mendoj që edhe në këndvështrimin e shtëpisë shkon shumë bukur. Shtëpisë së saj padyshim ka zgjedhur të bukur. Pra Adrola do të bëj podcast nga dushi. A se kuptova mirë? Jo. Është mbiemri i saj. Është mbiemri. Te un ka folur gjatë për shtëpinë, ka folur gjatë për mënyrën se si ka qenë jeta e saj, shtëpitë që ndryshojnë mes Amerikës dhe Shqipërisë, duke kapur këtë kaos që një grua që jeton midis 2 vendeve, kontinenteve të largëta, Amerikës dhe Shqipërisë, dhe duke kapur çdo lloj tematike të kësaj natyre. Bukuri.